Hajde, qysh e kështë reklamu këtë biznes? E kësha bo një foto që stojnë edhe kësha qinë story. Ju kësha sugjeru me shku të dua keramika, masi pas ka zbritja dhe besoj që janë për pllowkat të port, edhe për sanitari. Përshëndetje, alo dhe. Jo nga bak, si e mirë? Mirë ti? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisioni 05, prej nga jene? Unë jam prej Vitis, I Vitis. Pse je son Ferizaj? për shef që të me dollë më shëtit. Në rregull, që ku jam, unë i kam këtu 4 shpërblime. Po, Po t'i kthej kështu, tërheke njonin, për me fitu duhesh me reklamu në çfarë do lloj forme ti. Për shembull, çolloni pore, e shohim biznesin qysh e kështë reklamu. A pe kupton? po, Hajde, tërheke cilin do. qëta. Kthej për kamerën. Dua keramika 30% zbritje. Hajde, qysh e kështë reklamu këtë biznes? E kësha bo një foto që stojnë edhe kësha qinë story në Instagram. Ki audiencë? Kam 400 followers. 400. Po tash për shikuesit e me, për shembull, për piloje një fjali, për shembull, dua keramika, 30% zbritje, ka pllokka, sanit, qysh do ti? U kry, Qysh e kështë reklamu këtë biznes? po Po më, dhe storyen e qëtë, mandej, hajde. u kry. Ju kësha sugjeru me shku të dua keramika, masi pas ka zbritja dhe besoj që janë për pllowkat të port, edhe për sanitari. Në rregull. Hajde bënja edhe një Insta story, snap apo kudo, edhe 05. Postoje, shpërbimin e meriton, edhe ti i ki 30% zbritje në çfarë do vlere. Apo do në mikrofonin me la që këtu? Në story? Hajde. Ta ndrejqëm storyn, po. A me shumë e sen? A veç me postu? Vetëm postoje, tregoja kamerës. Edhe ketë follow, e buel Saliu. Në rregull, i bone marketing ti përveç dua keramikës edhe vetës. Edhe vetës do të qysh. Në rregull, që vjen, faleminderit shumë, knatësi. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Respekt, Ditën e mirë. kalemi. Kaleni mirë. Ciao.